Unë ju uroj juve shumë shëndet, sepse ka shumë rëndësi, na jo kemi besu jetat tona juve, dhe ju jeni këtu pal besimit tonë, sepse unë gjithmonë e thamë nëse pacienti në mesin e 100 kardiologëve ose pulmologëve të ka zgjedh ty, kjo është për me vlerësu ti të aj, sepse aj të ka vlerësu ty. Dhe asnjëherë s'duhet me u vetë kënaqë, unë kam pacienta ma shumë se kolegu im, ose e kundërta, por gjithmonë duhet me vlerësu që na ju besojmë juve. Unë sidomos kam përgjithësi tepër të lartë me u shfaq para opinionit, me besimin që kam ndaj juve, normalisht respekt maksimal për kontributin edhe gatishmërinë tuaj që vini me kontribut audienca. Faleminderit shumë që sot ert edhe ndahet me neve këtë fillim vit, edhe kofshim bashkë edhe këtë vit me shumë tema edukative të cilat audienca i pret. Faleminderit ty, Faleminderit gëzuar për të gjithë. Normalisht nuk do të ndanim pa një pikë tjetër muzikore, se s'ju lëshaj kaq letë, edhe mas zhrimit bele për vazhdojmë ne, janë di që si bona ficenet me bodot në që nështë dojnë pianista. Para se me unda, doja shumë t'i falenderoja komplet shikus të familja jonë për besnikërin që kanë. Gjithmonë pranë televizorit në ora 6:00 të dieleve, 24/7 pranë portalit tonë, pranë rrjeteve tona sociale. Pyetjet e juaja gjithmonë kam qenë korrekt duke u përgjigjur përmes mjekëve. Unë jam personi më i privilegjuar në shoqërinë tonë që kam besimin e juaj, sepse ndihem shumë krenare kur ju më shkruani që mjeku cilën e pata në studio ishte me të vërtetë zgjidhja e dur që ju keni bërë, dhe kjo më bën me flajt çlir, kjo më bën shumë krenar, edhe më arrit përgjegjësinë edhe më shumë që me punu në vedicentën e edukim shëndetësor. Uroj paqe, shëndet, dashni shumë. E tha doktor Valdeti falja, unë kam prioritet që i natet nuk duhet me mbajt, sepse një jetë kemi dhe ajo është kur se di ma e shkurta e gjatë, po është një, dhe atë duhet ta vlerësojmë, me ta dua, me ta jetojmë çdo sekond, në çdo qelisë të saj. Gëzuar e paqe shëndet, vit të mbar. Gëzuar. Faleminderit shumë. Doktor Valbon.